kjo javë hap portën e fshehtë të fatit. 4 shenja do ndjejnë shpërblimin e madh. Kjo javë nuk është e zakonshme. Është java ku energjitë e padukshme fillojnë të lëvizin në heshtje dhe universi tërheq drejt vetes ata që janë gati për një shpërblim të madh. Në ditët që vijnë, shumë do të ndjejnë një valë të fuqishme qartësie, mundësish financiare dhe sinjalesh shpirtërore që nuk duhen injoruar. Një telefonat, një rast, një lajm i papritur, të gjitha mund të kthehen në pikën më të rëndësishme të kësaj jave. Nëse po e sheh këtë video, nuk është rastësi. Universi po të përzgjedh. Luani. Kjo javë për luanin vjen si një dritë e fortë që çan mjegullën e pasigurisë që ka qëndruar prej kohësh. Që në fillim të javës do të ndjesh një shtysë të brendshme për të rimarrë kontrollin, për të vendosur ritmin tënd dhe për të mos lejuar askënd të pengojë qëllimet e tua. Në punë, kjo javë sjell një mundësi të ardhë, qoftë një bisedë, qoftë një takim, apo një propozim që të jep mundësinë të shfaqësh talentet e tua. Financiarisht, pritet një përmirësim gradual, një pagesë, një rritje, apo një lajm që të stabilizon. Energjitë e javës theksojnë faktin që luanit i vjen një shpërblim që e ka merituar prej shumë kohësh. Në dashuri, je më magnetik se kurrë dhe dikush po të mendon me intensitet. Mbrëmjet e kësaj jave sjellin qetësi shpirtërore dhe një ndjesi të thellë se diçka e bukur po afrohet. Luan, kjo është java jote, kap çdo mundësi, sepse energjia të favorizon në mënyrë të jashtëzakonshme. Ujori. Për ujorin, kjo javë sjell një zgjim të fuqishëm shpirtëror dhe mendimor. Energji të reja hyjnë në jetën tënde dhe të detyrojnë të shohësh gjërat ndryshe. Në punë, mund të marrësh një lajm ose një udhëzim që të vendos në një drejtim të ri, apo të sjellë më afër një qëllimi që ke pritur prej kohësh. Financiarisht, universi hap një derë që ka qenë e mbyllur dhe kjo mund të lidhet me një pagesë të vonuar, një projekt të ri ose një mundësi fitimi. Në dashuri, ujori kërkon qartësi dhe sinqeritet dhe këtë javë dikush të tregon pikërisht atë që ke nevojë të dish. Energjia e shpërblimit aktivizohet sidomos në ditët e fundit të javës. Parandjenjat e tua forcohen dhe universi të çon drejt njerëzve dhe situatave që të rrisin, jo që të rrëzojnë. Mbrëmja e së shtunës ose e së dielës mund të sjellë një lajm surprizë. Kjo është java ku ujori ngrihet. Demi. Në këtë javë ka një kthes të qartë energjie. Ditët që vijnë sjellin stabilitet, qartësi dhe vendime të rëndësishme financiare. Do të ndjesh që disa pengesa që të kanë mbajtur pezull po fillojnë të zhbëhen. Në punë, mund të marrësh një mundësi të re që të kërkon përgjegjësi të madhe, por shpërblimi është i denjë për përpjekjet që po bën. Parat lëvizin më mirë, qoftë përmes një pagese, një marrëveshjeje ose një ideje fitimprurëse që e ke menduar prej kohësh. Në dashuri, demi vjen më i qetë, më i balancuar dhe më i përgatitur për të vendosur kufi të shëndetshëm. Energjia e javës sjell pajtim me dikë ose një sqarim të thellë që të qetëson. Parandjenjat janë të forta, mos i neglizho. Mbrëmjet e kësaj jave të sjellin qetësi dhe momente kupton se je në rrugën e duhur. Demi hyn në një fazë të re stabiliteti dhe shpërblimi. Akrepi. Akrepi tani hyn në një javë transformimi të fuqishëm. Energjitë janë të forta, të thella dhe të papritura, ashtu siç i pëlqen kësaj shenje. Në punë mund të përballesh me një sfidë, por kjo sfidë çndërrohet menjëherë në mundësi. Një person i rëndësishëm shfaqet për të dhënë një lajm ose drejtim që të hap një rrugë të re. Financiarisht, ka lëvizje pozitive, një pagesë, një lajm i mirë ose një mundësi që të sjellë rritje. Në dashuri, akrepi bëhet magnetik dhe intensiv dhe dikush nuk mund të heqë syt. Kjo javë shkakton një ndryshim të fortë emocional që të çon drejt qartësisë dhe fuqizimit personal. Mund të marrësh një ndjesi të fortë parandjenje që të paralajmëron për diçka që duhet bërë menjëherë. Mbrëmjet sjellin ndryshim shpirtëror, qetësi të thellë dhe një ndjenjë të pazakontë sigurie. Kjo javë është e jotja, universi po të favorizon fuqishëm. Nëse ndjeve që këto fjalë të prekën, dije se nuk është rastësi.
Kjo javë vjen me dritë, lëvizje dhe shpërblim për ata që janë gati ta marrin. Shkruaj shenjën tënde në komente që energjia e javës të lidhet me ty. Bëj like, subscribe dhe share, sepse kjo është vetëm fillimi. Universi po punon për ty.